kështu që në Islam secili e ka obligimin e tij, mirë po secili duhet ta mbështesë dhe ta ndihmojë edhe ta përkrahë edhe tjetrin, kështu që vetëm në këtë formë mund të formojmë një familje e cila është domethënë e ndërtuar dhe e ndërlidhur në aspektin e besimit, në aspektin e mirësjelljes dhe në aspektin edukativ mirë përgjithsisë dhe aspektin financiar. Jemi dëshmitar të debateve të shumta që sot të zhvillohen për arena mediale rreth statusit të familjes në shoqëritë bashkëkohore. Ka përgjigje Islami ndaj këtyre debateve? Gjithsesi Islami ka përgjigje për këto debate. Mirë po fatkeqësia e saj është që nuk dëgjohet mendimi islam. Mirë po në shumë të raste mundohet të sulmohet ky mendim, ose të mundohet të paragjykohet, ose mundohen domethënë të sjellin individ të caktuar, shembuj të caktuar, ku këto nuk mund të përgjithësohen. Për këtë në islam familja e ka rolin e saj, mirë po edhe individet brenda saj. Qofse mundohemi ta minimizojmë rolin e burrit në familje, ose ta minimizojmë rolin e gruas në familje, ose ta nënvlerësojmë rolin e fëmijëve në familje, atëherë ne kemi arritur në një përfundim jo të duhur nga ajo të cilën e kërkon Islami. Për arsye se, siç thash edhe më herët, nëse burri e ka përgjegjësinë financiare, nëse nëna e ka përgjegjësinë edukative dhe dhurimin e vlerave të ndryshme dhe gjithashtu formësimin e brëmësimin e fëmijës së tij, atëherë burri nuk lirohet nga kjo gjë. Mirë po edhe ai duhet të jetë aktiv në këtë aspekt. Gjithashtu edhe fëmijët, domethënë në një familje, fëmijët duhet të kujdesen për prindërit e tyre, e sidomos atëherë kur fillon ata dal ngadalë, domethënë t'i lëshojmë fuqia e tyre, qoftë ajo psiqike apo qoftë ajo trupore. Pra debate të ndryshme të cilat zhvillohen ndonjëherë më shumë domethënë janë për ta dëmtuar imazhin e Islamit sesa domethënë për ta dhënë imazhin e saktë apo imazhin e vërtetë të Islamit. Dhe më të vërtetë do të ishte e mirë që të jenë njerëz përgjegjës prezantues në për këto emisione ku me të vërtetë do ta tregojnë dhe do ta shpalosin mendimin islam. Pra familja si familje mjafton fjala e pejgamberit alayhis salam, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri prej jush është ai i cili sillet më së miri me familjen e tij, me gruan e tij. Ndërsa unë ka thënë mundohem që të silem më mirë se sa jo në familjen time dhe me gruan time. Dhe për këtë, do me thënë, në këtë aspekte, ne e plotësojmë njëri tjetrin. Pra, burri duhet të respektoj gruan e tij për arsye se në Islam burri ka të drejta, mirë po ka obligime. Gjithashtu edhe femra ka të drejta, mirë po ka dhe obligime, dhe në qovë se mundohet se cili, do me thonë, ti respektoj drejtat e tjetrit, mirë po edhe ti kry, ti përmbush obligimet e ti, atëherë vetëm se kemi arrit, do me thonë, ta plotësojmë njëri tjetrin dhe kemi arrit ta ruajmë familjen si familje.